komentet cilat gjithmonë bëhen, sidomos në reality show. Kthehemi te këto komentet, shpesh thuhet që në këtë reality show disa gjëra janë të skenuar. A keni pas, a ju është ofruar ndonjë skenar për ta bërë dhe ju nuk e keni pranuar apo gjithçka ka qenë? Absolutikisht jo. Absolutikisht thjesht nëse dikush thotë është skenar, se për shembull kur të futesh në emision, normal moderatorja thotë Vedat hape temën e javës kalume, se ndoshta nuk e ki kuptuar, ki biseduar që tu edhe ka meç aty. Ajo nuk ka skenar. Ajo thjesht ta ban me dijen që duhesh të bisedosh për javën kalume. Edhe skenari është kur e bojnë një çift për me dal çift për një mes, sikur e kena para për disa me zor. Se kemi rose të tilla. Unë domethënë të them bashkë kështu që nuk ka ata. Ku e kupton që nuk ka skenar, a ka një moment shumë i bukur, e sasem emisionin edhe e lash këtan se kjo jetoj në Tiranë ndërkohë. Edhe u ktheva në Shkup, ai momenti kur patarë që pat shumë shi. Edhe u ktheva në Shkup edhe i baj telefon, thash hajt natën e mirë, thash se po flen, domethënë isha Tiranë Shkup, 5 orë rrugë, më rrin Shkup, zhripi pikërdit, me nona çka baj unë këtu na. Din kërë Shkup Tiranë u ktheva ata. Edhe atje kupton që për një me ki diçka për këtë njeri edhe s'do me lën vet. Edhe i baj telefonën e para se me inte, shkaj dy mund që më banes, qëre derën. Met, kërë më po mua, met. Ka qenë këto momente të bukura, po nuk ka qenë skenar fare, ka qenë si çdo televizion, si çdo moderatore që të drejton, të jep një drejtim, po se çfarë ndjen, si reagon, sidomos reagimet e mia, ishin të momentit. Buton, ja, edhe nuk ishte fare skenar asgjë, sidomos pjesa e dashurisë tonë.